Mirëmbrëma, mirë se erdhët edhe sonte. Në pak nga të gjitha jemi së bashku në ekranin e RTS Korçës në një tjetër puntat interesante të këtij formati televiziv. Një nga objektivat e Universitetit Fastilianoli të Korçës për ta kthyer këtë institucion të rëndësishëm arsimor të rajonit të Korçës në një qendër kërkimore shkencore duket se po kthehet në një realitet të prekshëm. Pedagogët të Universitetit të Korçës, Shoqëria Civile dhe 6 bashkitë e qarkut të Korçës janë bërë bashkë në një prej projekteve më të rëndësishme dhe shumë interesante që unë pa diskutim doja ta ndaja sot me publikun e gjerë. Burimet ujore në rajonin e Korçës, vlerat mjedisore, turistike dhe shëndetësore, një punë kërkimore shkencore e cila duket se ka filluar mbar dhe kështu do të përfundoj. Ne do ta ndajmë atë së bashku me publikun me një pjesë të grupit të madh që është bërë bashkë për këtë projekt, do t'i prezantoj sonte dhe nëpërmjet një mori fotosh ne u t'i ndajmë ato me publikun për të kuptuar se çfarë ka ndodhur në këto 6 bashki. Kam kënaqësinë të prezantoj Dr. Erisel Kalemaj, është koordinatori i këtij projekti, pedagog në Departamentin e Shkencave Sociale. Profesor, mirë se erdha. Mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që të ndajmë së bashku një punë të tillë kërkimore me cilën ju flisni në fakt me shumë pasion kur u takuam bashkë. Faleminderit. Është një punë që edhe ju me të drejtë e thatë, universiteti, si të thuash, ka dalë nga kornizat e tij klishet i quajmë, dhe tashmë përveç mësimdhënies, leksioneve në auditor, tashmë universiteti, stafi i tij, me burimet e tij njerëzore, ka dalë jashtë mureve të tij dhe po prek terrenin dhe po bën studime në terren. Kjo është gjëja më pozitive. Bukur, do të flasim gjëre gjatë. Doktor Suela Dinellari është përgjegjëse e Departamentit të Shkencave Sociale, me profesoreshën kemi pasur mundësi të takohemi dhe herë të tjera, ka një pozicion shumë të rëndësishëm në këtë projekt, veçanërisht në realizimin e pyetësorëve me komunitetin, por jo vetëm, sepse do të ndalemi në një moment shumë të rëndësishëm kur bëhet fjalë për ligjin dhe politikat mjedisore. Profesoresh, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi në fakt dhe nuk je vetëm, sepse ke ardhur bashkë me një prej studentëve me cilët ke punuar që do ta prezantojmë pak momente më vonë. Kënaqësi që të kem të ftuar master shkencor Bledi Baze, është pedagog në Departamentin e Infermierisë. Pozicioni i tij shumë i rëndësishëm në këtë projekt, në fakt ka në qendër vlerat dhe rrisqet shëndetësore të burimeve. Profesor, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jeni bërë pjesë e këtij projekti dhe që keni vendosur ta ndani me publikun. Faleminderit. Një prej studenteve që është bashkuar këtij projekti, se në fakt janë një numër i konsiderueshëm, Justina Spahiu është studente në vitin e 2 bachelor në degën administrim dhe politika sociale. Justina, mirë se erdha. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Faleminderit që gjete kohën si studente që je ndoshta edhe në prag të provimeve për të na u bashkuar në këtë projekt. Faleminderit. Dhe në këtë bisedë. Mirë, tani do kisha shumë dëshirë të ndani me publikun edhe qëllimin e vërtet të këtij projekti. Në fakt, si lindi ideja? Ideja lindi referuar pasionit që unë kam mirë, edhe profesionit, si studiues i filozofisë dhe i apasionuar pas alpinizmit, ecjeve në natyrë. Se duhet ta theksojmë që profesori është edhe pjesë e Korça Alpin, kështu që e kishte studiuar mirë terrenin më përpara. Eksakt, dhe mendova që një aspekt që është i rëndësishëm për të studiuar, ka të bëjë me burimet ujore dhe hidromonumentet që ndodhen në qarkun e Korçës. Gjykoj që universiteti duhet të njohë rajonin, duhet të studiojë rajonin, janë studime të cilat të mëparshme, të cilat kanë dekada, dhe duhet që të bëhet një refresh, të shikohet një terreni. Por përveç kësaj, nuk do të parë thjesht në aspektin e studimit kimik apo biokimik të këtyre burimeve ujore, por do të parë në kontekstin e mjedisit, edhe në kontekstin e turizmit, edhe në kontekstin shëndetësor. Gjithashtu duke parë marrëdhënien e njeriut me to, se tek e fundit qëllimi është se si qëndron marrëdhënia midis natyrës, komunitetit dhe vet individit brenda saj. Sot në universitetet e botës nuk flitet për profile ose disiplina, si të thuash, specifike, por ato janë të integruara. Bëhen bashkë natyra, bëhen bashkë skenca sociale, bëhet bashkë ekonomia e kështu me radhë, dhe ky projekt u konceptua që të ishte sa më gjithëpërfshirës. Kështu që ka një sër fazash, një sër disiplinash të cilat ndërthuren me njëra tjetrën për të dhënë një tablo më të plot, jo thjesht të këtyre burimeve dhe këtyre aseteve, do t'i quaja unë, natyrore, por si këto integrohen, lidhen dhe i shërbejnë komunitetit në kuptimin turistik, mjedisor, por edhe në atë shëndetësor, ose pse jo edhe në atë ekonomik dhe social, se si lidhen me njëra tjetrën. Profesor Suela, shumë interesante se si ju keni menduar se
cila është lidhja që ekziston mes komunitetit dhe këtyre burimeve ujore që në fakt në qarkun e Korçës i kemi të shumta në numër, një numër të konsiderueshëm. Dhe keni vendosur që këtë ta zbuloni nëpërmjet anketave. Po, e drejtë. Në këtë pjesë të projektit, unë kam bashkëpunuar me një tjetër koleg, që është edhe ai pjesë e këtij stafi, profesor Jordan Jorgjin, dhe së bashku ne me disa grupe studentësh të ndryshëm, nga programe të ndryshme studimi, jemi përpjekur që ta prekim problematikën në marrëdhënie me komunitetin. Pse e menduam në këtë formë dhe pse u ideua në këtë formë që nga pjesa e koordinimit të projektit, sepse ajo që ne duhet vlerësojmë sot është ajo që ne kemi afër, por që ndoshta vlerat nuk ja dim ashtu siç janë, që ndoshta duhet një vëmendje tjetër, ndryshe, dhe duke patur ne këtë vëmendje, kjo mund të adresohet më pas për të qenë një vëmendje edhe më gjerë, le të themi, në pjesën e qeverisjes dhe politikave që hartohen për to. Kështu që ajo pjesë e pyetësorit për të mbledhur të dhëna nuk ka qenë vetëm çështje e inspektimit, le të themi, në anën e komunitetit, por ka qenë çështje edhe për të parë drejt për së drejti element të rëndësishëm të këtyre burimeve ujore. Siç ishte ajo që tha dhe profesori Erseldi, çështja e vlerave shëndetësore, nëse këto burime kishin vlera të tilla, apo nëse kishte një biodiversitet rreth tyre. Këto kanë qenë, le të themi, 4 pjesë të pyetësorit ose të anketës që ne realizuam, dhe në, le të themi, në pjesë ndryshme të komunitetit na morëm një feedback të ndryshëm. Interesante, besoj ishin edhe mënyra se si ata I përcjellin edhe emërtimet e këtyre burimeve. Po, e drejtë. Ajo që vëmret, paktën le të themi tregon një lidhje shumë të ngushtë, duke sikur ka një lloj pronësie mbi këto burime. Po, e drejtë. Sepse ndoshta në një pjesë të mirë të territorit ato vetë menaxhohen. Pra është komuniteti që kujdeset për to. Dhe ajo që vëmrej ishte pikërisht kjo që thatë edhe ju, që komuniteti kishte vendosur emra të vetë për burime të ndryshme. Për shembull, në Vithkuq ne arritëm të kuptonim që kishte mbi 50 emërtime të burimeve ujore, të ndryshme, të cilat kishin pika të ndryshme dhe secili prej anëtarëve të komunitetit e emërtonte ndryshe. Kjo ishte një nga, le të themi, nga detajet e bukura të projektit, sepse ndoshta edhe të shkruara nuk I gjenim dot në literaturë. Kjo është shumë interesante, duhet ta theksoj sepse vetëm pak ditë më parë në mjediset e Universitetit të Korçës zhvillua një tjetër tyrezë rumbullakët, ku në qendër kishte toponimet. Dhe në fakt puna e cila ka filluar prej disa javësh nga Akademia e Shkencave dhe që ndoshta kjo do jetë një mënyrë shumë e mirë për të bashkëpunuar edhe me fakultetin tuaj, pikërisht për këto toponime që ju keni zbuluar në teren. Kështu që është ajo që tha dhe profesori pak më parë, tashmë nuk kemi më një ndasi tek fakultete, po duhet kemi pa diskutim dhe kjo vjen krejt natyrshëm një bashkëpunim. Profesor Bledi, po ju si e gjetët veten në këtë projekt? Duhet që jo vetëm t'i zbulojmë burimet ujore, po dhe të shohim vlerat që ato kanë. Po, një nga objektivat e këtij projekti ishte edhe përcaktimi, zbulimi, evidentimi I vlerave shëndetësore të burimeve ujore që ne kemi, të cilat I kemi të shumta, liçeneve, burimeve, të ujit pishëm, të cilat dhe në aspektin shëndetësor duhen vlerësuar dhe duhet parë lidhja e tyre në aspektin fiziologjik dhe psikologjik, ndikimi tyre në këto dy aspekte tek organizmi I njeriut, gjë që ka shumë rëndësi. Ky ishte një projekt që bëri bashk të gjithë departamentet e fakultetit ton, që nga departamenti I shkencave sociale, departamenti I biologjisë kimisë dhe departamenti I infermierisë. Tani një pyetje që do ta bënte çdo teleshikues, se kudo ku shkojmë me familjet, me miq të shkojmë tek një burim, vetë se freskohemi, duam edhe të pim ujë, gjithmonë duke ditur që çdo gjë që shohim në natyrë është e pishme. Është e pishme çdo gjë në natyrë? Jo çdo gjë, duhet certifikuar dhe duhen vendosur edhe disa standarde. Edhe do t'i pak momente më vonë, se do t'i shohim dhe nëpërmjet fotove. Justina, si e ke ndjer veten që je përfshirë në këtë projekt bashkë me pedagogët? Është e vështirë apo e bukur të punosh me pedagogët? Është e bukur dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur që morëm pjesë në plotësimin e anketave, pasi shihni mendime të ndryshme nga çdo njeri dhe secili jepte atë mënyrën si e konceptonte qasjen që kishte me burimet. Ju besoj keni lvizur edhe në teren, bashkë me pedagogët. Cili është vendi që të ka pëlqyer më shumë? Po Gradeci. Po Gradeci. Mirë.
Tani ne të shohim grupin e parë të fotove, se duke i parë do të diskutojmë së bashku me të ftuarit për të kuptuar në fakt se ku ka shkuar grupi punës. Do të njihemi me grupin e punës se nuk e kemi të gjithin këtu, dhe është shumë e rëndësishme që t'i njohim gjithë pedagogët dhe ata që janë përfshirë, kështu që do ndjekim grupin e parë të fotove dhe besoj edhe kolegët do t'i prezantojnë. Kemi emra shumë të rëndësishëm, pedagogë dhe emra shumë të njohur, të cilët janë bërë pjesë. Mund t'i përmendim disa, meqense jo të gjithë kishim mundësi që t'i kishim në studio. Po, profesor Beni, Arben Gjata, i cili është kimist dhe i cili ka realizuar edhe me një grup studentësh analizat biokimike në laboratorin e Departamentit të Biokimisë. Kemi pedagog nga gjeografia, është Ermiona Abraholli, e cila mbulon pjesën e artëzimit dhe të dhënave gjeografike për secilin nga këto burime. Profesor Jordan Jorgji, që përmendi profesor Sola, që shikon aspektin e se këtu kemi edhe diçka tjetër të politikave midisore. Ne shumë shpejt kemi kapitullin për mjedisin me lidhur me Bashkimin Evropian dhe duket që është një nga kapitull më të vështirë që ne kemi. Pra shikon që lidhen gjërat sërish me këtë pjesë. Po ashtu Tanja Kamburi, e cila është biologe e mjedisi, edhe ajo bëri pjesën e evidentimit për shkrimit karakteristikave mjedisore të florës dhe të faunës, gjithashtu me një grup studentësh, me një pjesë të studentëve të biologji kimisë. Dy antar të shoqatës Korçë Alpin, Lazion Petri, i cili është biolog mjedisi gjithashtu, dhe Ilion Thanas, i cili është inxhinier pyesh dhe udhërrëfyes turistik, që mbulon pjesën e mjedisit dhe pjesën e turizm, dhe ne që jemi këtu bashkë me studentët. Është shumë e rëndësishme që dua të theksoj që ka marrë pjesë 21 student në programe të ndryshme studimi, nga biologji, kimia, gjeografia, infermieria, shkenca sociale, nivele të ndryshme bachelor edhe master, të cilët i kanë ndjekur me shumë rigorozitet dhe janë bërë pjesë e këtij projekti kërkimor shkencor. Kjo vlen edhe për studentët. Në djenin time, disa nga studentë kanë filluar ta shohin këtë projekt si mundësi për të artuar tema diplome. Pra ju vjen në ndihmë dhe kanë një eksperiencë dhe një përvojë se si realizohet një kërkim në terren dhe si konceptohet një projekt kërkimor shkencor, të cilët do të shërbejë atyre në të ardhmen. Profesoresh, janë bërë rastësisht zgjedhjet me studentët? Në fillim na menduam që të pyesnim studentët nëse kishte një dëshirë të shpreshin ata të parët, por më pas më mrej që jo të gjithë kishin të njëjtin interes. Dhe mes tyre u përzgjedhën studentët që e dëgjuan në fillim dhe ju atashuan menjëherë pa marrë detajet e mëpasme se si do të realizojë projekti. Dhe ajo që vumre ishte që ata ishin të gjithë të gatshëm, që do të thotë ishin shumë lehtësisht të atashuar me komunitetin dhe me punin që do të bënin. Na duhet një punë paraprake për t'i trajnuar për mënyrën se si duhet të afroheshim në komunitet për të mbledhur të dhënat, dhe besoj që ja kemi dalë me sukses. Mirë, ne do ndjekim tani një grup tjetër me foto, pikërisht në ekspeditat në cilën pedagogët kanë punuar. Grupi parë i fotove bëhet fjalë për ekspeditën në burime termale të Sarandoporit. Mundet të flasim pak më gjëre më gjatë për... Këtu jemi në Ersek dhe në Leskovik, ka qenë ekspedita e parë në muajin shtator, grupi studentëve dhe pedagogëve të cilët bën ekspeditën marrjen e kampioneve të ujit, për shkrimin e karakteristikave mjedisore dhe të potencialit turistik që ka burimet termale të Sarandoporit. Që shpeshherë konsiderohen si perla në fakt, është një nga burimet më të mira që ne kemi. Kur themi një nga burimet më të mira, termale, do thotë edhe nga aspektin cilësor. Në aspektin cilësor. Kurativ, se këtu u theksua për shembull e veçantë e burimeve të Sarandoporit është që zhvillohet turizmi balnear, që do thotë turizmi kurativ, shëndetësor. Që edhe do kemi edhe tek liçenet e tjera, do ta theksojmë tek burimet e tjera, por kjo është më e evidente. Ju rekomandohet të gjithë njerëzve të shkojnë aty? Këtë do theksoja, ne bëmë intervista me specialist, mjek, agronom, inxhinier pyesh, specialist të turizmit, pra përveç anketave me komunitetin, realizuam edhe pyetësor intervista me specialistë të fushave të ndryshme. Nga intervista që bëmë me specialist, specifikisht me ish mjeken që ka qenë në spitalin e Sarandoporit, u theksua një kujdes ose një tërheqje vëmendje nga ana e saj si specialiste, sepse këto burime termale duhet të frekuentojnë me rekomandim mjeku. Pse me rekomandim mjeku? Çfarë thoshte mjekja? Sepse disa sëmundje të cilat ti mendon që mund të kurohen atje, pra mendon që mund të kurohen atje, mund të shkaktojnë efekte anësore tek trupi i njeriut. Nga ana tjetër për sëmundjet akute, thoshte ajo, është kategorikisht e ndaluar. Sëmundjet kronike duhet vinë dhe të komplet receta e mjekut duhet të përgatitet nga vetë mjeku. Pra, tani për gjithë ata që na dëgjojnë,
Ekziston aty një spital? Jo, aty ka qenë një spital, por nuk ekziston. Por nuk ekziston tashmë dhe nuk është e menaxhueshme. Çdo kush është i lirë të shkojë. Minimale që do thosha unë, dhe që kemi vendosur në rekomandimet tona, është jetë një tabelë informuese. Dhe ky studim besoj që mund ta plotësojë. Aty nuk ekziston një tabelë informuese. Është vetëm një tabelë që tregon që janë zonë mbrojtur, por për të dhënat e burimeve dhe për vlerat shëndetësore apo për rrisjet shëndetësore nuk ishte një informacion të tillë. Kështu që Doktor Bledi, çfarë rrisje kishte ai uji? Domethënë janë bërë analiza sepse ju në të gjitha fotot që kam parë keni marrë kampion. Po, kemi marrë kampione të cilat janë vlerësuar në laborator. Janë bërë rreth 500 analiza laboratorike, një numër shumë i madh. Gjej rastin këtu ta falenderoj profesor Arbenin, i cili ka punuar në laboratorin e biokimisë në Fakultetin e Shkencave Humane dhe Shkencave Njerëzore. Për sa i përket analizave laboratorike, në burimet e sarandoporit dolën me nivel të lartë për sa i përket përmbajtjes së kalciumit, sepse analizat laboratorike përcaktuan disa elementë të rëndësishëm, siç është fortësia e ujit, fortësia kalcike, fortësia magneziane, elementë siç janë nitritet apo përmbajtja e amoniakut, gjë që e bën të papishëm, të pakonsumueshëm, dhe në fund dhe ngarkesën mikrobiale të këtyre ujrave. Në këto burime ujore ose në burimet e sarandoport në ligjat, ligjat, pavarësisht efektit të tyre kurativ, sepse përdorimi i tyre duhet të jetë gjithmonë bazuar në protokollet mjekësore, në mbikëqyrjen e një ekipi mjekësor, mjek dhe infermier specialist, të cilat duhet bëhen mbi bazë të protokolleve që përcaktojnë qartë kohën e qëndrimit, sasinë e ujit që mund të konsumohet nga individet, temperatura e ujit. Dhe të gjitha këto bëjnë të mundur që të kurojnë një numër i madh sëmundjesh. Tabelë informuese nuk kishin. Nuk kishte. Jo, nuk kishim tabelë. Nuk kishim. Nga anketa që keni bërë në këtë zonë, profesoresh, çfarë mund të themi, si ishte qasja që kishte komuniteti me ligjat? Komuniteti me ligjat, nga anketat që ne realizuam, u vërej që ka pasur gjithkohës interes. Por ndryshimi ka qenë pikërisht ky fokusi nëse më parë ishte i sugjeruar nga mjekët dhe tani shkonin dhe i shfrytëzonin vetë pa një orientim nga mjeku. Ndërkohë që aty ne mblodhëm anketa edhe për pjesën e biodiversitetit, që kishte pafund element për cilët profesori Tanja realizoi me sukses edhe një përmbledhje të biodiversitetit dhe ajo që theksuan edhe kolegët ishte pikërisht kjo, që ka nevojë për të rikthyer vëmendjen edhe në ato pjesë të historisë që na orientojnë tek spitali, tek mjeku, po dhe tek tabelat orientuese. Diçka këtu nëse mundem, u vura një lloj kontradiksioni tek anketat, pyetur nga opinioni i komunitetit, tek analizat e ujit që bëmë ne dhe tek intervista që bëmë me mjekën. Opinioni i komunitetit ishin fliste me superlativa për burimet termale. Ato janë realisht të tilla, me vlera. Por janë në kushtet që janë të hapura dhe të pamenaxhuara, ato mund të kenë edhe riske. Ndaj edhe mjekja bën të thirrje që duhet kemi shumë kujdes në përdorimin e këtyre burimeve termale, por nga ana e komunitetit kjo ishte gati si një lloj legjende që aty shërohet çdo gjë dhe mund të bësh çdo gjë. Dhe kishte një lloj kontradiksioni në këtë dhe ky studimi e shpalos, e nxori këtë lloj kontradiksioni. Dhe në rekomandimet tona, ose për shembull një nga rekomandimet e mira që na dha komuniteti është që aty të ndërtohet ish spitali siç ka qenë, dhe kjo do t'i jap mundësi të zhvillohet edhe Leskovikut si një qytet, do t'i jashtoj paketën dhe ofertën turistike. Do ta bë dhe nga studimet e mëparshme që ne pam. Nuk kishte asnjë gjurmë të spitalit? I kishin vetëm rënojat. Vetëm rënojat. Aty ka dhe histori, sepse aty ka qenë edhe ligjat ose sarajet e Ali Pashtepelenës. Pra janë të ndërthurura, kanë qenë rrugë karvaneve, është kufiri ku ndahet me shtetin grek, është djegë e Vjosës që është sarandopori, që është tashmë lumi jegër i vetëm i Europës, pra ka shumë elemente që ndërlidhen me njëra tjetrën dhe e bën atë vërtet një potencial të... Se do të shohim fotot pak më vonë, kur i keni prezantuar rezultatet e punës tuaj, e keni dhënë këtë rekomandim Bashkinë e Kolonjës, besoj? Po, patjetër, sepse ka thënë vetë komunitetin atë parë. Në komunitetin e morëm opinionin nga komuniteti, komuniteti na e tha ne ta bërë. Dhe kjo ishte më e kuptueshme, sepse aty vërtet mund të zhvillohet dhe sipas studimeve bibliografike
që ne arritëm të realizonim, është ndoshta i vetmi burim që ne gjetëm burime bibliografike, po them, të mëpashme, studime, dhe vlerësohet për një nga burimet termale më cilësore që mund të ndodhe edhe në Europë. Është një vlerë e jashtëzakonshme që ne kemi. Një mundësi shumë e mirë për atë popullat. Po, patjetër për atë komunitet, edhe për atë edhe për bashkinë e kolonjës në tërësi. Dhe kjo do ishte vërtet një markë e mirë për ta zhvilluar, por me masë. Me masë dhe për të qenë të kujdesshëm për të qenë të kujdesshëm jo në mënyrë frenetike, çdo kush mund të shkojë sepse mund të ketë edhe pasoja. Mirë, do të qëndrojmë sërish në Kolonjë, do të ndjekim një grup tjetër fotosh, sepse sigurisht është një nga zonat më të frekuentuara, sidomos vitet e fundit, bëhet fjalë për Gramozin. Liçenet akullnajore aty kanë qenë pjesë e këtij projekti, pra e kësaj ekspedite. Do t'i shohim këto foto në ekran dhe shohim se çfarë keni konstatuar, ja ku është edhe grupi, çfarë keni konstatuar ju tek liçenet akullnajore të Gramozit? Është një liçen, në fakt, liçeni akullnajor i Gramozit. Një është vetëm në Gramoz? Vetëm një. Është ndoshta liçeni me lartësinë më të madhe videtare në Ballkan, është mbi 2350 metra mbi nivelin e detit. Është vërtet një atraksion shumë i bukur turistik. Aty u mrekulluam sidomos nga flora dhe nga fauna rreth liçenit. Ishin disa specie, këtu nuk e kemi biologën e mjedisit që do t'i shpjegonte. Disa gjetje të cilat janë vërtet shumë interesante për këtë liçen. Doli një ujë që ishte kryesisht ujë bore, akulli dhe shiu, sepse veta është një liçen akullnajor. Ishte pak ftohtë se ka qenë shtator atë periudhë kur kemi bërë ekspeditën. Po vërtet është edhe një referencë turistike shumë e bukur për sportet e aventurës, për ekoturizmin, për alpinizmin. Aty gjatë gjithë kohës mund të shija turistë dhe alpinistë nga shteti grek, sepse liçeni ndahet në mes, një pjesë e ka shteti grek dhe një pjesë e shteti shqiptar. Dhe aty gjatë gjithë kohës në çdo fundjavë mund të gjesh alpinistë që vijnë nga të dy anët, qoftë nga Shqipëria për drejt liçenit edhe në anën tjetër. Vlera e liçenit të Gramozit është sepse ndërhyrja njerëzore ishte shumë minimale dhe kjo ishte një vlerë. Ndoshta për shkak të lartësisë të madhe që ai ka, por ndërhyrja njerëzore në të ishte thuajse minimale, me përjashtim të turistëve që vizitonin. Besoj e favorizon edhe vetë pozicioni gjeografik. Po, pozicioni. Është dhe nuk e di pjesë e staneve, barimeve të cilët mund të çojnë baktitë e tyre atje, por në një ndërhyrje njerëzore nuk ka dhe kjo është një vlerë që ne duhet ta ruajmë dhe duhet të kemi shumë kujdes për këtë. Profesor Bledi, unë kam parasysh që edhe disa pjesëtar të familjes time kur kanë shkuar për herë të parë aty i ka tunduar liçeni edhe janë larë. Kanë bërë mirë që janë larë, si është uji aty nga analizat? Varet nga temperatura e ujit dhe nga stina, momenti kur ata kanë vajtur. Sepse banjat në ujë të ftohtë, siç është uji aty liçeni, rekomandohen kur uji është në temperaturën më pak se 15 gradë Celsius, por duhet në një kohë të caktuar dhe të kufizuar. Gjithashtu personat që bëjnë këto banja nuk duhet të vuajnë apo të kenë sëmundje kardiovaskulare, sidomos të arterieve koronare. Nga analizat uji doli pothuajse uji steril, pra shumë i pastër. Shumë i pastër. Dhe me fortësi të ulët. Gjë që është shumë i mirë dhe burimet që ishin aty rreth rrotullt që ndikojnë përmirësojnë procesin e tretjes, procesin e filtrimit në veshka, janë të mira për të gatuar, për të larë, për larjen në përgjithësi. Pra ishte një nga ujërat më të pastër që keni konstatuar nga gjitha liçenet që kemi. Kur flasim për burime rrotull ujore, do të thotë keni marrë kampion edhe rrotull? Po, kemi marrë kampione dhe rrotull në për prejnt apo dhe si burime që ka aty. Ishin burime që furnizonin liçenin? Jo, që rrithnin. Që rrithnin. Nga gjatë shtegut. Që buronin. Shumë interesante. Besoj është një nga rekomandimet më të mira që keni dhënë Bashkisë Kolonjës për ta promovuar akoma më tepër, megjithëse është një zonë e cila Ky është edhe qëllimi i universitetit në fakt, që të jetë një palë që i shërben të tjerëve, nuk është thjesht një vend i izoluar brenda mureve të veta, por i shërben institucioneve, i shërben komunitetit dhe këto projekte e vlejnë pikërisht për t'ju ndodhur dhe për të shërbyer komunitetit dhe për të dhënë një informacion më të saktë, më shkencor dhe më të pranuar për komunitetin, se sa thjesht ide, opinione të cilat janë sporadike dhe të paqëndrueshme dhe ndoshta shpesh edhe të pavërteta
E kuptoj. Lidhen me këtë pjesë. Mirë, do ndjekim një grup tjetër fotosh, do të na çojnë tani në liçenet akullnajore të Valamarës. Edhe aty keni shkelur bashkë me grupin, një ekspedit interesante edhe aty. Çfarë kemi konstatuar këtu? Janë liçene që ndodhen mes Gramshit dhe Pogradecit? Ndodhen midis ose fiks liçenet akullnajore të Valamarës ndodhen në lartësi mbi 1800 metra nga deti. Janë 13 liçene të tillë dhe janë 13 dhe këta janë administrimin e Bashkisë së Maliqit. Por kufia aty është, nëse kalojmë majën e Valamarës, që është 2373 metra mbi nivelin e detit, kalon në Gramsh dhe pjesa veriore zë në administrim Bashkia e Pogradecit. Që nga një numër i konsiderueshëm 13? Po, 13 liçene. Ne arritëm, sepse ekspedita ose një nga vështirësitë ose mangësitë e këtij projekti ishte se ekspedita ishin vetëm një ditore. Ne arritëm të merrnim vetëm 9 kampione tek 9 liçene të ndryshme të Valamarës. Çfarë i bashkonte ose i ndante profesor Bledi këto 9 liçene kur keni bërë analizën atyre? Këto liçene në përgjithësi kishin ujë të pastër, sepse ishte ujë nga burime akullnajore. Gjithashtu fortësia e tyre ishte e ulët. Pra ishin ujëra të butë në përgjithësi. Kjo varet pasaj sepse liçenet fortësinë e kishin të ndryshme. Kemi përgatitur dhe grafikët, të cilët që do t'i shohim pak më vonë edhe grafikët. Gjithashtu fortësia përcaktohet mbi bazën e përmbajtjes kalciumit dhe magneziumit, fortësisë magneziane dhe kalcike. Te këto liçene kishte raste kur më shumë kishte përmbajtje të kalciumit, gjithashtu dhe të magneziumit. Pra të dyja variantet dhe ndonjëherë ishin dhe të balancuara të dy elementet. E kuptoj. Justina, ke patur mundësi të jesh këtu bashkë me profesoreshën për anketa në këtë zonë? Jo, kam qenë vetëm në zonën e Pogradecit. Vetëm zonën e Pogradecit, kur të shkojmë Pogradec do ndalemi. Si ishte qasja këtu e komunitetit me se janë 13 është një numër i konsiderueshëm liçenesh. Është një numër i konsiderueshëm, por nga ana tjetër shfrytëzimi nga komuniteti për pjesën e turizmit ishte i vogël. Që do të thotë nuk shfrytëzohej për turizëm dhe një nga mangësitë që evidentohej nga komuniteti ishte mungesa e infrastrukturës. Ishte terren i vështirë? Ishte terren i vështirë. Dhe nga komunikimi që ne patëm, vëmë re që më shumë frekuentohej nga të huaj që mund të shkonin atje dhe të shikonin, të vizitonin. Pa udhëheqës guide. Pa udhëheqës guide, sesa dhe orientim nuk kishte. Kishte vetëm një tabelë, mos gabohem. Po në fshatin Strelc. Në fshatin Strelc për orientimin që aty vërtet janë këto liçene, por nuk kishte informacion tjetër në lidhje me to. Për sa i përket punës së ekspeditës, grupet e punës ndaheshin në dy. Një grup shkonte në terren ku ishin burimet ose liçenet dhe një grup tjetër me profesorë. Me banorët. Merreshin me komunitetin dhe këtu jemi bërë intervista në Strelc, në Lozhan dhe në Maliq. Dhe u vure nga anketat që sa më shumë zbrisje nga terreni, aq më pak i njihnin vetë banorët. Domethënë promovimi ishte i munguar. Ne këtë e shpalosëm edhe në takim që bë me përfaqësues të bashkisë. Përfaqësues, unë dua t'i falenderoj sepse vetë Bashkia e Maliq insistoi, na ndihmoi që të realizonim këtë ekspedit, sepse ishte një nga terrenet më të vështira që neve mundet ta realizonim dhe ka qenë fund vjeshte dhe dita ishte shumë e vogël për të realizuar të gjitha dhe pa ndihmën e stafit të Bashkisë së Maliqit, pothuajse ishte e pamundur për të realizuar këtë ekspedit. Edhe bashkitë e tjera, po do vi rasti që ti falenderojmë për bashkëpunimin e tyre dhe për mbështetjen. Do të shohim edhe fotot në momentin kur i kemi prezantuar. Kjo është në fakt një hemet e madhe, të themi, ta konsiderojmë të tillë të vetë promovimit të munguar nga ana e bashkisë kur bëhet fjalë për perla të tilla natyrore që nuk arrin dot t'i promovojnë. Mund të theksoj diçka në aspektin. Tani që turizmi është një nga prioritetet kryesore të qeverisë shqiptare, mendoni që ndoshta ishte vetëm mungesa e infrastrukturës apo mungesa e interesit të banorëve? Unë nuk mendoj që ishte mungesa e interesit të vetë banorëve, pavarësisht se ne vëmë re që në gjitha ekspeditat që bëm, emigracioni ishte një element shumë i rëndësishëm dhe dukej edhe në komunitetin që ne shkonim, dukej kjo pjesë që njerëzit aty ishin shumë pak për t'u interesuar më pas dhe për të vazhduar për t'u lumtuar nëse mund të shfrytëzoheshin ose jo, ose mund të ndikonin për t'u shfrytëzuar më pas, që do të thotë mund të ndikonin në qeverisin lokale që
krijoj mundësia për infrastrukturën dhe më pas të kishte një orientim ose një politikë të qartë turizmi. Megjithatë, banorët aty kishin pafund interes dhe shpjegonin gjithë situatën me liçenet edhe me mënyrën se si krijoheshin, historikisht duke përmendur her pas here legjenda. Pafund ne kemi dëgjuar legjenda në këto komunitete, që do të thotë ata nuk ju ka humbur interesi, ata kanë nevojë vetëm ta zgjojnë interesin. Po kanë ngelur vetëm në aspektin e legjendave të rrëfimeve. Kaq. Sigurisht, prandaj duhet ta rizgjojnë. Cili ishte rrëfimi më interesant që ke dëgjuar, Sole? Nuk ka qenë në këtë zonë, ka qenë në një zonë tjetër, bëhet fjalë me atë zonën që u bë lumi i zi. Nga flokët, Burimi i zi, domethënë është në zonën e Mokrës. Zonën e Mokrës. Po qëllimi për të marrë dhe legjendat dhe historitë dhe gojdhënat nga banorët është për të krijuar dhe një paketë më të qartë turistike. Domethënë këto të dhëna që burojnë nga komuniteti, si lidhen këto me pjesën e natyrës. Për sa ndoshta do vim tek liçenet e Lukovës në Mokrës, po për sa jemi këtu tek liçenet e Valamarës, duhet të them diçka që zona e liçeneve të Valamarës më përpara, edhe në periudhën e sistemit komunist, është shfrytzuar kryesisht për prerjen e lëndëve drusore. Aty rritet një nga bimet më të veçanta që është robulli. Është një lloj pishe që rritet në lartësitë alpine, dhe shumë e veçantë dhe shumë e kërkuar. Fatkeqësisht aty pam prerje masive. Dëmtime që është bërë ndër vite. Ndoshta ishte zhdukur si jo, janë filizat të reja që mundet të fillojnë të dalin, por që ta bërnë më atraktive dhe ato liçene të duken akoma dhe më bukur, merrni me më të rrethonin dhe me robujt. Do bëjnë më atraktiv dhe vjet e re që tashmë industria, po themi, po kalon ose po i rret pas dhe tashmë turizmi po shihet si diçka në përfitimin ekonomik dhe këta banor po fillojnë të kuptojnë që do ishte mirë më tepër promovim, më tepër mjedis, më tepër infrastrukturë ekologjike për këto rajone, të cilat do të jepte mundësi të zhvillohen edhe nga ana ekonomike, sepse dëmtimi i mjedisit normalisht është kthyer në kosto. Mjedisi nuk ka më çfarë të jap, dëmi është bërë, kështu që më përfitim ekonomik nuk kanë se çfarë të marrin. Do kërkoj kohë. Mirë, do të ndjekim një grup tjetër, jemi aty ku theksoi profesori tek liçenet akullnajore të Lukovës. Edhe këtu kemi një grup tjetër i cili ka punuar në teren. Çfarë mund të themi për liçenet akullnajore të Lukovës? Këtu kemi dy liçene. Dy liçene. Liçeni i vogël dhe liçeni i madh janë lartësitë 1700 dhe mbi 1800 është liçeni i madh, 1700 diçka më tepër se 1700 është liçeni i vogël. Këtu është zonë shumë e bukur. Kemi bimësi, profesor? Po, këtu dominonte kryesisht ahu. Ka një ripërtëritje, një rigjenerim të mjedisit këtu, pam që ishte pre ndër vite, por bimësia e rek po fillonte të dominonte. Është një vend alpin shumë i bukur, gati duke si një lloj Zvicre për ta vizituar dhe për ta parë. Edhe ky është një destinacion i largët. Ishte i vizitueshëm? Në fazën që ku shkon ishte rruga në proces e sipër, nuk e din çfarë faze është tash ja ka përfunduar. Ne bëm disa anketa dhe ndaluam në 3 fshatra kryesorë që janë afër, Bishnicë, Velçan dhe Slabi, kur morëm intervista dhe anketa me pyetësorët. Gjithashtu këtu na ndihmoi përfaqësues të Bashkisë së Pogradecit. Dhe këtu janë afër edhe në kufi me zonën e Gramshit, midis kufirit administrativ të Bashkisë së Pogradecit dhe Bashkisë së Gramshit. Keni gjetur mirë kuptim të banorëve, profesoresh? Kjo ishte pyetja që po prisja, sepse në këtë zonë ne patëm pak vështirësi për të mbledhur të tanat, sepse ndoshta komuniteti ishte i friksuar për të dhënë informacion në lidhje me mënyrën se si shfrytëzoheshin burimet. Çka do të thotë që në mënyrë të vazhdueshme ne vumrej që në gjitha burimet kishte një përpjekje për të shfrytëzuar nga biznese ndoshta private, nga ata që ne i quajmë investitor strategjik. Dhe kjo përpjekje mund të ishte edhe në këtë zonë. Ne vumrej që kishte disa ndërtime aty, që ndoshta nuk kishin filluar suksesshëm aktivitetin, por që qëndruam skeptik në momentin e parë që nuk po mblidhnim dot informacion për të kuptuar se çfarë ndodhte në atë zonë, se çfarë interesi kishin banorët, nëse kishin apo jo interes për ta shfrytzuar zonën e liçeneve të Lukovës dhe duke zbritur nga Bishnica në fshatrat e tjerë, vumrej që kishte më shumë informacion, ndërkohë që fshati i Bishnicës që ishte më afër, pikërisht ndoshta kjo pjesë e frikës i bënte që të mos flisnin.
Por ne konstatuam dhe bëm edhe sugjerim këtë pjesë që pjesa e shfrytëzimit nga njëra anë është pjesa e ruajtjes së mjedisit dhe nga ana tjetër është pjesa e rritjes së rendimentit ekonomik, që do të thotë nëse në mënyrë ekologjike shfrytëzohen për hapjen e bizneseve që i shërbejnë dhe turizmit, këto mund të bëjnë lehtësisht burime të ardhurash për zonën dhe më pas të investohet për këtë zonë. Dhe ajo që vëmë re ishte që mbas investigimit që ne bëm, pjesët drejtorive të bashkisë kishin filluar të evidentonin problematikën e infrastrukturës, problematikën e tabelave, sepse që të shkoje tek liçenet e Lukovës nuk e gjeje dot rrugën nëse niseshe. Pra nuk ishe asnjë pikë orientimi ku do të ktheheshe, si do të shkoje. Dhe menjëherë mbas kësaj që ne realizuam, bashkia ishte menjëhershëm në këtë bashki që menjëherë u vendosën tabelat orientuese dhe u evidentua ky burim i cili është shumë i bukur në aspektin turistik dhe lehtësisht i vizitueshëm për ata që e bëjnë këtë. Ka dhe diçka tek komunitetin, nëse mund të shtoj diçka. Ajo që vëmë re tek intervistat e anketat me komunitetin ishte që e para njëri ishte befasia që Universiteti Fanoli po i vizion sepse janë zona shumë të largëta, këtu kuptojmë, përgjithsisht janë zona shumë të largë, shumë të thella. Dhe bëri çudi që Universiteti Fanoli po vjen dhe po bën një studim. Pra ishte kjo është unë e marr si vlerësim këtë aspekt. Tjetra është edhe tek banorët nuk kuptohej realisht çfarë po bënim. Edhe pse ne përpiqeshim, por të kuptojmë ata janë në jetën e tyre të zakonshme dhe kjo dukshte si diçka, nuk e di pse duhet ky informacion. Ja u keni prishur pak rehatim. Ishte pak e tillë. Kurse tek liçenet e Lukovës ishte edhe një shteg i markuar ekoturistik, që ti nga Bishnica mund të shkoje për të bërë hiking ose ngjitje alpine në këto liçene dhe potencialin e kishte të jashtëzakonshëm. Për sa i përket për të vazhduar të qetë edhe profesore Suela, turizmi që ne rekomanduam për të zhvilluar në këto rajone duhet të shkojë në harmoni me natyrën. Unë si turist ose turisti që do shkojë nesër atje, do shkojë të kënaqet aty mjedisi natyror. Në momentin që ne ndryhojmë tek natyra, unë nuk kam pse vi tek biznesi jot. Pra nuk më motivon diçka. Atëherë ne nuk jemi për të lënë natyrën të heshtur dhe në vetveten e saj, patjetër ne mund të marrim të mirat e saj dhe benefitet e saj, por të jemi të distancuar nga natyra dhe ta lëm atë si thua ku turistit ta shijoj, të shëtis, të kaloj kohën me të dhe ne të jemi të distancuar me bizneset tona për të realizuar sa më mirë. Dhe kjo do jetë një e ardhmë e suksesshme për sa i përket ekonomisë. Profesor Bledi, duhet jeti kujdesshëm një turist kur shkon aty? Patjetër, dhe jo vetëm turistët, por dhe banorët vendas. Sepse në liçenet e Lukovës, nga analizat që ne arritëm të menim dhe kampionet e ujit, doli për shembull liçeni i vogël i Lukovës kishte nitrite dhe gjurmë amonjaku, gjë që tregon që ka ndotje organike. Ndërsa liçeni i madh ishte. Nga mund të vijë ndotje e tilla organike? Nga kafshët dhe nga njerëzit. Do të thotë që ato shfrytëzoheshin, kullotat të rrotull shfrytëzoheshin. Po, dhe ndërsa liçeni i madh ishte i pastër. Ishte i pastër dhe ndërsa në aspektin e ujit, përmbajtjes forcisë së ujit, ishin ujëra shumë të buta, të lehta, me përmbajtje të ulët të kalciumit dhe për shembull forcia ishte më pak se 5 gradë gjermane, pra janë shumë të lehta. Profesor, po mund të nëse një turist shkon pa e ditur, të shkojë dhe të lahet në këtë liçenin e vogël ku kemi këtë sasinë e lartë të amonjakut. Mund ta dëmtoj për shembull lukturën? Jo, vetëm nëse e konsumon për të pirë. Vetëm nëse e konsumon. Pra prania e amonjakut ndalon në mënyrë absolute përdorimi si ujë i pishëm. Tabel nuk kishim. Tabel jo. Era e parë ndoshta që studioheshe ose pas shumë vitesh ndoshta bëhesh edhe analizë. Vetëm një tabelë shtegut që orienton shtegu, po një informim lidhur me përmbajtjen e ujit jo. Nuk edhe në asnjë nga edhe në kërkimin ton bibliografik ne nuk gjetëm të dhëna lidhur me përmbajtjen e ujit. Mund të gjejmë të dhëna për mjedisin, ndonjë plan menaxhimi nga ana e bashkive. Ku i kërkuat këto të dhëna? Po ashtu siç kërkojmë ne kudo. Siç kudo. Dhe ja vëmë re që studimet që janë bërë për sa i përket mjedisit kryesisht janë shumë të hershme. Të hershme të cilat mund të datojnë në çfarë vite? Po ndoshta në periudhën e komunizmit mund të 70, 60, 70. Ndoshta edhe viteve 80 mund të kemi gjetur. Deri këtu ka stopuar studimi. Konkretisht jo për liçenet e Lukovës, por për burimet e tjera liçenet e tjera kemi parë edhe materiale që janë studime ndërkombëtare, artikuj shkencor që
janë realizuar, por edhe ato domethënë i kanë parë në një plan dhe një këndvështrim tjetër, jo në këtë që ne e shohim ose në interesin ton. Justina, ju keni qenë pjesë ndaj këto liçene? Ka qenë tek burimet e Drilonit. Te Driloni. Mirë, kur shkojmë te Driloni, aty do të ngacmoj patjetër. Sepse morëm dhe kampione nga burimi i Çervenakës dhe nga burimi i Olgës. Burimi i Çervenakës doli me përmbajtje të lartë të kalciumit. Doli me forësi mbi 22. Gjë që është sa duhet jetë norma, profesor? Minimalja deri në 20 lejohet. Deri në 20. Uji i qytetit është deri në 14 gradë. Mirë është që të jetë diçka më pak. Për shembull burimi i Olgës në Drilon e kishte forësinë deri në 10 gradë gjermane. Pra është i mirë për të konsumuar. Megjithatë, dhe kalciumi është i vlefshëm për organizmin. Gjithmonë duhet të jenë balancuar kalciumi me magneziumin. Kalciumi ndihmon në procesin e koagulimit, ndihmon në relaksimin e muskujve, në eliminimin e ngërçeve muskulare, në aktivitetin kardiak, në forcimin e kockave dhe dhëmbëve të tjera. Mirë, ne e theksuam pak më parë në fakt me profesorët që ka pasur një bashkëpunim dhe një mirë kuptim, absolutisht, dhe një mirë pritje, mikpritje të themi nga 5 bashkit e Qarkut të Korçës ku është bërë prezantimi i këtij projekti dhe në pamundësi për të komunikuar me të gjithë, unë kam pasur mundësi të bisedoj me drejtorin e turizmit në Bashkinë e Pogradecit, zotin Ledian Zëqollari, i cili ka pranuar të jap një intervistë kolegut ton, Artin Halilit, një intervistë që do të kemi mundësi ta ndjekim në këto momente dhe do të rikthehemi më njëherë në studio. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Siç e dini, gjatë muajit tetor të vitit 2024, Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në bashkëpunim me Universitetin Fanoli Korçë dhe Shoqatën Turistike Korçë Alpin ka zbatuar projektin Burimet ujore të Qarkut Korçë dhe vlerat e tyre turistike dhe ekologjike në qarkun e Korçës. Një pjesë e mirë e këtij projekti u implementua në Bashkinë Pogradec, kryesisht në zonën e liçeneve të Lukovës, në njësinë administrative të Velçanit. Duhet kemi parasysh këtu që projekti ushtri edhe në liçenin e Ohrit, pjesa e shqiptare e këtij liçeni, në burimet Drilon të Shemisht, por edhe në burimet të cilat janë në njësitë administrative, të cilat përdoren edhe nga banorët e zonës. Ky projekt është mjaft i rëndësishëm sepse harton edhe një dokument i cili do të përdoret më vonë, një dokument zyrtar i cili do të përdoret më vonë nga projekte të ndryshme, por edhe nga studime të cilat do të kryen kryesisht në fushën e burimeve ujore. Për sa i përket turizmit, ky projekt ka një rëndësi të veçantë sepse evidenton vlerat turistike të burimeve ujore që Pogradeci i ka me shumicë, sepse gjithnjë më shumë këto burime ujore po kthehen në atraksione turistike. Përveç liçenit të Ohrit, janë edhe burimet Drilon të Shemisht, këtu do të përmendim edhe rikualifikimin e parkut ujor të Drilonit, i cili tashmë është kthyer në një atraksion mjaft të vizituar për turistët, po ashtu dhe përmirësimi i infrastrukturës në zonën e Mokrës ka bërë që të kthehen në atraksione turistike liçenet e Lukovës, fal edhe markimit të shtijës, shënjimit të tyre. Pra, ky dokument, pra ky projekt evidenton vlerat turistike të burimeve ujore, cilësinë e tyre, sepse duhet kemi parasysh që edhe për shkak të ngrohjes globale, burimet ujore janë mjaft të rëndësishme. Për sa i përket rekomandimeve të cilat gjatë takimit që kemi bërë në mars të vitit 2025 në Bashkinë Pogradec me ekspertët që u morën kryesisht me punimin e këtij projekti, na u lanë disa rekomandime të cilat kishin të bënin me ruajtjen dhe mirë menaxhimin e burimeve ujore, investimet kryesisht të cilat do të jenë eco-friendly ose promjedisore në këto burime ujore, të cilat nuk e prishin ekosistemin ose nuk e dëmtojnë mjedisin dhe nuk rrezikojnë këto burime, promovimin e tyre, sepse gjatë projektit u bë edhe një anketim në këto zona, që pobësia vendase të ketë sa më tepër informacion në lidhje me burimet ujore dhe potencialin turistik që ato kanë.
Të gjitha këto rekomandime morën parasysh. Unë dua të falenderoj shumë organizatorët e këtij projekti sepse kanë një ndikim mjaft të madh për sa i përket evidentimit të vlerave turistike të burimeve ujore në Bashkinë Pogradec. Mirë, jemi rikthyer në studio dhe ndjekim një grup tjetër me foto, pikërisht tek liçeni i Ohrit dhe burimet e Drilonit. Këtu do t'i jap fjalën Justinës, derisa fotot të shfaqen. Si e ke ndjerë veten Justina? Këtu besoj ishte me lehtë për të realizuar anketa. Po, ishte shumë me lehtë dhe vëmë re diçka që brezi i tretë ishte mi hapur për të dhënë informacionin e dur se sa brezat që janë më të rinj. Cila ishte legjenda më e bukur që ke dëgjuar? Legjenda më e bukur është në Bishnicë. Ajo ishte po. Ajo. Është një histori ku një burim mbytet një fëmijë dhe nëna nga marazi, nga pikëllimi i madh e mbush me lesh dele të zi. Dhe nga ky ka marrë toponimin burimi i zi. Burimi i zi. Kjo ishte një nga legjenda. Janë shumë të tjera, domethënë tek banorët ne vëmë re diçka që ata përveç se të flisnin për këto burime dhe këto liçe, ata ta rekomandonin të bëjë studime edhe tek të tjerat. Domethënë nëse ne ishim diçka që ndoshta se kishit parashikuar në jo, këto i takojnë rekomandime për studime të mëvonshme, sepse kemi shumë burime, shumë lumenj, shumë liçene të cilat këta insistonin për të bërë studime dhe për të bërë kërkime edhe tek ata. Ne kemi marrë shumë informacion për burime të cilat ne pothuajse edhe nuk i njohim fare ose nuk i kemi dëgjuar fare për ta, por banorët dhe komuniteti të orientonte. Madje jemi edhe informacion se si përdoreshin për blektorin, për bujqësinë, për ujë të pishëm e kështu me radhë, si lidheshin ata me këto burime, të tregonin histori, të tregonin gojdhëna, legjenda e kështu me radhë, të cilat e plotsonin, e plotsonin të mozaikun e të gjithë informacionit rreth këtyre burimeve. Profesor Bledhi, pse po zvoglohet çdo ditë më shumë liçeni i Ohrit? A mund të vijë një moment në një të ardhmë jo shumë të largët ku ne të themi na ishte një herë liçeni i Ohrit? Po, e njëjta lukuri ndodh edhe me liçenin e Prespës së Madhe, ku specialistët mendonin që burimet akumulajore të bora kryesisht dhe ujrat rreth rrotull janë paksuar dhe po shpihen në reduktimin e përmasave të këtyre liçeneve. Pra paksimi burimeve. Liçeni i Ohrit është lidhur me liçenin e Prespës, ai është furnizuesi kryesor. Ndryshimet klimaterike që ne po hasim kohët e fundit. Temperaturat e larta. Dhe të larta, domethënë bora që në përshkrim që në maj maksimumi po gjejmë borë nëpër male. Kjo ka bërë që nga vetë specialistët e Bashkisë së Pustecit na u tha që ka një tërheqje të frikshme të liçenit të Prespës. Po tërheqja e liçenit të Prespës patjetër është i lidhur me korridore nënujore që furnizojnë në liçenin e Ohrit. Dhe kjo do të shojë drejt ndoshta prej shekush, mund të shkojmë drejt edhe një humbje të liçenit të Prespës. Prespa e vogël ka filluar problemet e veta, qoftë edhe në anën shqiptare, por edhe në anën greke, ku ne kemi marrë informacion, kemi parë dhe artikuj dhe studime që janë bërë në shtetin grek, dhe kemi vënë re që të shfaqen sërish të njëjtat probleme. Ndërhyrja njerëzore tek Prespa e vogël ka qenë shumë e madhe. Kujtojmë devijimi i lumit dhe Vollit për ta furnizuar këtë liçen me ujë solli aluvione dhe si do thuash bllokoi burimet në toksore. Që profesori flet ne i ndjekim edhe fotot e Prespës së vogël dhe Prespës së madhe. Po të gjitha të treja këto liçene janë të lidhura me njëra tjetrën. Kështu që dëmi tek njëri mund të fillojë edhe tek tjetri, shtuar këtu dhe argumentet e tjera siç ndryshimet klimaterike, ndërhyrja e njeriu tek shumë radhë, po sjellin dëme të mëdha. Dhe tek liçeni i Prespës së vogël ne hasëm një lloj vështirësie, nuk po gjenim dot liçenin sepse ishte mbushur vetëm me kallamishte. Edhe me profesor Bledin, i cili arritën të gjetëm një pozicion ku mundëm të gjenim një kampion të ujë, sepse pothuajse ishte thënë. Kampionët dolën me ndotje shumë të lartë, me ngarkesë të madhe mikrobiale, po dhe me amonjak në sasi të madhe. Do të thotë nuk rekomandohet për vaditje, për konsum uji, për larje. Për asgjë. Mund të themi që liçenin e Prespës së vogël ne kemi humbur. Në një farë mënyrë kjo lloj bregtisjeje u vër edhe nga pjesa e komunitetit. Nëse profesori përmendi faktin që ne jemi sot në këtë fazë për shkak sepse u bë ky devijim i lumit dhe Vollit në vitet 60-70 në këtë periudhë. Problemi tani është nuk ka më rikthim, që do të thotë edhe përpjekja e qeverisë lokale, por dhe instancat të tjera më të larta nuk mund ta rikthejnë liçenin e Prespës së vogël. Nga ana tjetër, vije re që kishte edhe një mungesë vëmendje ndaj komunitetit që ishte afër kësaj zone. Ndoshta këto janë zinxhir faktorët që ne arrim në këto lloj konkluzionesh. Nëse më parë thuaj që aty kishte mundësi shumë të mira dhe për pjesën e peshkimit,
në të dyja liçenet, le të themi. Tashmë nuk bëhet fjalë për asnjë lloj përdorimi të ujit të liçenit të Prespës së Vogël. Madje ajo që tashmë po vazhdonte po ndikonte negativisht ishte dhe prishja e këtyre kallamishteve, sepse aty ka qenë dhe vazhdon të jetë një specie veçantë e rrallë që është pelikani kaçurel. Dhe djegja e këtyre kallamishteve po i largonte edhe këto shkencë. Ishte një fenomen që ata e bënin në rutinë, i dishnin kallamishtë? Ne rastisëm të djegur, po problemi është tjetër vend. Nuk është nevojë të jemi dhe pesimist deri në fund. Në qoftë se natyra ka diçka, sipas specialistëve, në qoftë se prishet diçka, ajo rigjen veten në një formë tjetër. Për shembull, aty vërtet liçeni i Prespës së Vogël po humbet dhe unë e thash që ne e humbëm liçenin e Prespës së Vogël, por aty po krijohet një habitat për sidomos për shpendët. Dhe është vënë re nga studiuesit dhe nga specialistët që po rikthehen shpendët të cilët nuk kanë qenë më përpara aty. Dhe djegja e këtyre kallamishës, dëmtimi i natyrës, ne po largojmë edhe këtë që po kërkon të bëjë natyra, edhe ta ribëj veten në një farë mënyrë. Kështu që do të jemi të kujdesshëm edhe në këtë pjesë, sepse natyra ka diçka. Besoj dhe këto rekomandime i keni dhënë në takimin me patjetër të gjitha. Përdesë po diskutojmë të gjitha këto edhe shumë të tjera, por për efekt kohë nuk po arrim dot t'i themi të gjitha. Meqense jemi në këtë bisedë në lidhje me rekomandimet, në takimin që na bën në Bashkinë e Devollit, një nga mësueset e cila kishte ardhur në këtë takim pikërisht për t'u interesuar nëse ka një vëmendje a ruhen, a mbrohen, a janë zona të mbrojtura. Ajo që ne vum re nga studimi që bëm ishte që Prespa e Vogël dhe Prespa e Madhe janë pjesë e mbrojtjes së parkut kombëtar. Por vëmendja nuk ishte e njësoj. Domethënë nëse tek Prespa e Madhe kishte një investim edhe në qeverisjen lokale, tek Prespa e Vogël mungonte kjo pjesë, ndoshta dhe mbrojtja e mjedisit, siç ishte rasti i ruajtjes së kallamishteve për të ardhur kjo specie e re. Tashmë ishte bërë pjesë, ishte veçantë pelikani kaçurel, nuk kishte vëmendjen e dur, pra nuk kishte një mundësi për ta mbrojtur, apo banorët e zonës që ishin shumë pak nuk e kishin këtë. A vinte kjo ndoshta edhe nga mungesa e ekspertëve në këto institucione? Po mund të vijë edhe prej kësaj. Problemi është që nuk ka një strategji zhvillimore për këto rrën që ne po flasim. Ne shumë pak arritëm të gjejmë nëpër bashki. Dhe nuk ka një ide çfarë do bëhet, si do menaxhohet, sepse ne po flasim për Prespën e Vogël, po mos harrojnë aty gurët e mumjes që lidhen me aspektin e prehistorisë, shpellën e trenit, Kalane Trajanit. Pra, a mund ta kthejmë gjithë këtë ambient në një paket për turistët? Ka nga ata që turistë që pëlqejnë të vëzhgojnë zogjt për shembull. Pra mund t'i ofrosh diçka, ne vërtet mund të humbasim liçenin, po mund të kemi këtë pjesë. Pra mund ta kthejmë, pra të gjitha këto kërkojnë një lloj strategjie, jo projekte, të kemi të qartë, strategjie si do shkojmë për ta zhvilluar. Dhe atë që ndoshta e la të nënkuptuar profesori Suela ka të bëjë me atë që nuk gjejmë banor për të bërë anketat. Nuk ishte banor për në këto fshat, janë pothuajse të braktisur. Pse? Sepse perspektiva. Justina më tha që gjetët banor në Drilon, kishte interes edhe për të hasët vështirësi ju kur trokisnit për të realizuar anketa? Jo vetëm se brezi i ri ishte më pak interesuar. Ishte më pak interes për të na dhënë informacionin. Mund të kujtosh disa nga pyetjet që ishin pjesë e anketës, Justina? Po sa burime janë në këtë zonë? A është uji i pishëm, për çfarë përdoret uji? A kishin ndjeni ata nëse uji ishte i pishëm apo jo? Po mosha më e madhe ishte në dieni për disa burime që uji ishte i pishëm dhe për disa të tjera që uji nuk ishte i pishëm. Ndërsa brezat e ri nuk ishin shumë të informuar për këtë pjesë. Interesant. Mirë, në ndjekim një grup tjetër me foto, do të jemi tani në Vithkuq. Burimi i Osumit në Vithkuq. Profesor Bledi, janë të pishme burimet ujore në Vithkuq? Po, janë të pishme dhe kanë përmbajtje të lartë të kalciumit. Në Vithkuq mund të shkojmë pa frikë dhe të pim ujë. Po, gjithashtu dhe forcia e tyre ishte e ulët, pra janë ujëra të buta, të mira për organizmin. Deterrenet janë shumë bukura. Duke bërë një krahasim me pjesën e Devollit, me Arzën, Sinicën, pra pjesën nga lindja, të cilat kishin përmbajtje të lartë të magneziumit. Dhe janë ujëra shumë mira për rigjenerim, për relaksim, për mistuar gjumin, për konsum. Po, për konsum. Pra po të bëjmë një krahasim, krau i Vithkuqit kishte përmbajtje të lartë kalciumit, krau
i Devollit kishte përmbajtje të lartë të magneziumit. Domethënë që janë që të dy elementë, një kombinim i shkëlqyer. I të dyave. Arza për shembull kishte të balancuar magneziumin dhe kalciumin që janë të dy elementë të nevojshëm për organizmin. Megjithatë për burimet mund të themi këtë gjë që ato duhen certifikuar. Që do thotë duhet bashkëpunim me institucionet shëndetësore dhe pushteti lokal në mënyrë që minimumi të këto burime... Çfarë kritere, profesor, duhet plotësoj një burim që të jetë certifikuar? Duhet të mos përmbaj ngarkesë mikrobiale dhe për këtë duhet kontrollohet dhe vlerësohet gjatë gjithë vitit, jo vetëm në një stinë apo me një kampion të caktuar, po me disa kampionet të marra her pas here në mënyrë shumë rigoroze. Duhet i bëhet analiza një burimi gjatë një arku kohor 12 mujor? Të paktën në çdo stinë 3 herë, 3 analiza të një pasnjëshme. Po. Në mënyrë që të ndryshon? Po, mund të ketë ndryshime, në varësi të sasisë ujit, të shirave, lidhjet që kanë burimet nëntoksore. Edhe të klimës. Po, pa duhen certifikuar. Mirë, kur flasim për Nikolicën dhe Sinicën, sigurisht janë dy fshatra të cilat momentalisht janë të braktisur me gjithë një përpjekje të madhe që po bëhet nga pushteti vendor me infrastrukturën rrugore në Nikolicë për ta kthyer shumë shpejt atë në një fshat turistik. Në fakt, çfarë burime ujore ofron Devolli dhe konkretisht ku ju keni qëndruar me ekspeditën tuaj? Burimi i Devollit është një nga burimet të mira. Edhe sipas kimisit, profesor Arben Gjatës, ai gjithmonë e thekson, kemi ujë shumë të mirë. Problemi është që në rrjedhën e Devollit, kur kalojmë në Miras, edhe në fshatrat mëdha, aty kemi konstatuar ndotje. Ne nuk kemi bërë një matje në segmente të ndryshme të Devollit, por nga burimi i tij deri në Sinic, Arz, Nikolic, Arz dhe Sinic, ne kemi arritur të marrim kampione dhe del një ujë shumë i mirë. Gjithashtu vumre që duhet të ketë sa më pak ndërhyrje tek burimi i Devollit dhe kemi rekomanduar që të shpallet monument natyra. Gjithashtu edhe burimi i Osumit, vi pat edhe bukurit, aty është një kanjon shumë i bukur dhe sipas kritereve shkencore dhe ligjore, ato e meritojnë statusin e monumentit të natyrës, ndoshta do të jetë më tepër fuqi për të qenë më të mbrojtura si objekte natyrore. Dhe tek banorët shihet që ose një problem i madh shihet edhe pjesa e mbetjeve. Një pjesë e madhe e mbetjeve ata i hedhin në lum. Në rrjedhën e sipërme Devolli duket si një përrua në fillim, por që më pas ai fillon bëhet edhe duke marrë ndeg të tjera më të vogla, fillon të bëhet edhe një lum i mirëfillt. Profesor Bledi, deri në çfarë mase kanë ndotur ujin këto mbetje të hedhura nga vetë banorët? Po, e varesh nga kampioni dhe nga burimi që ne kontrollonim, por në përgjithësi gjenim gjurmë që tregon se kishte gjurmë të ndotjes organike kryesisht. Megjithatë, metoda që ne përdorëm për të përcaktuar ngarkesën mikrobiale ishte një metodë indirekte, e cila, MPN quhet Most Probably Number, e cila duhet të kërkon përsëritje dhe ripërsëritje. Pra nuk mund të mjaftojmë vetëm me një kampion të vetëm, por mundësitë tona dhe burimet financiare të këtij projekti ishin kaq. Ndoshta në një të ardhme mund të ketë... Dhe duhet vazhduar, po, duhet vazhduar. Ndërkohë, Nikolica ka burime ujore të pastra? Po, dhe Nikolica sipër ka edhe një pejsazh shumë të bukur natyror të ndërthurur me pishën, bredhin, ahun. Një aspekt tjetër është bimët medicinale që neve pothuajse i hasmë në të gjitha këto zonat alpine që ishte një mundësi ekonomike, por që edhe ato kanë mënyrën e vetë se si duhen trajtuar, jo të shkulen me erojnë, po thëmë sepse i humbet siç është çaji, Salepi, Aguliçja, e tjera, shumë nga komuniteti ku e evidentuan. Ishte një nga rekomandimet kjo? Po, për mënyra se si mblidhet bimi medicinal, patjetër duhet të jetë është një shqetësim që është edhe në nivel kombëtar, sepse po humbet si thua ato vetë bima, duke e trequr vetëm nëpërmjet rënjës ose duke e trajtuar në mënyrë jo të duhur. Dhe ishte një mënyrë se si mund të bënin ekonomi, po përveç kësaj edhe atraksioni turistik ishte vërtet shumë i madh që ka Nikolica. Nëse mua më rekomandojnë ose më pyesin çfarë shtegu më rekomandon unë Nikolicën e kam të parën për ta rekomanduar. Është vërtet një vend shumë i bukur. Është vërtet një vend shumë i bukur dhe tani që infrastruktura deri diku është rehabilituar, është një mundësi shumë e mirë. Profesor, me gjithë
zbrazjen që ka kjo zonë, edhe me shpresën që shumë shpejt do të popullohet edhe nga rikthimi i banorëve, po pse jo edhe nga turistët. Si ishte qasje e banorëve në fakt të gjithë zonës së Devollit ndaj burimeve ujore? Ne në fakt u përqendruam tek zona e Arzës më së shumti dhe tek Sinica për të mbledhur informacione, dhe komuniteti në pjesën e fshatit të Arzës nuk kishte këtë brejtësien kaq të madhe të theksuar, e kishte por jo të theksuar si dy zonat e tjera që ishte Nikolica dhe Sinica. Dhe mënyra se si komuniteti aty i adresonte njerëzit, i orientonte njerëzit, jepte informacion në lidhje me burimet e Devollit, ishte shumë pragmatiste, sepse ata shikonin të gjitha mundësitë e shfrytëzimit. Në njërin anë ishte pjesa e turizmit, në anën tjetër ishte pjesa e mbrojtjes nga ana e qeverisjes lokale. Ata i kushtonin vëmendje pjesës një strategji të ndjekur nga qeveria shqiptare për 100 fshatra turistik, ku në fshatin e Arzës ishte zbatuar. Ka qenë një në paket, ka qenë Nikolica dhe Arza. Unë kam patur mundësi para disa vitesh të realizoj një dokumentar për Arzën për herë të parë, për ta atje ka shkuar një grup xhirimi edhe kemi realizuar një reportazh për këtë fshat ku mungonte totalisht infrastruktura rrugore, megjithatë aty kishte jetë, kishte shpresë. Ishte një fshat që vërtet kishte shpresë dhe këtë transmetonin. Domethënë ne morëm këtë mesazh prej banorëve aty, vetëm se ajo që tha profesori Seldi ishte e dukshme nga banorët, ku thuaj që pjesa e ndotjes ishte e madhe dhe jo vetëm nga qeset plastike të cilat ishin në buzët e lumit, por ishte dhe pjesa e baktive të imta, të cilat sipas asaj strategjie duhet të qëndronin larg fshatit në një zonë tjetër rreth 100 kilometra, metra. Ka të bëjmë pjesë me menaxhimin, për shembull ne nuk shohim një kosh mbeturinash, është një fshat i madh i Devollit të sipërmë Arzës. Përpos kësaj, domethënë kjo është e vërtetë, profesori, po dhe kjo pjesa që duhet të ishin jashtë fshatit. Domethënë baktit e imta nuk duhet të shndrohen në fshat. Është rekomanduar që të grumbulloheshin siç kanë pas qenë dikur, po për menaxhimin. Ndoshta mungesa e informacionit për këto burime të pasura që ata kanë, që natyra u ka falur, i bën ata që t'jenë kaq të shkujdesur, të themi, ndaj mënyrës se si sillen me edhe si trajtojnë mbeturinat, bagëtit e tyre. Duhet edhe një plan veprimi. Duhet plan veprimi. Domethënë ata kanë informacion, realisht kanë informacion, sepse këtë numre që kishin. Vlerat e vërteta që kanë. Është e vërtetë. Ne do ndjekim tani një grup tjetër fotosh nga puna në laborator, duke përshëndetur sërish profesor Arben Gjatën, që kemi nga profesorët më të mirë edhe shumë të përkushtuar, duke që këtu tashmë janë vënë në punë edhe studentët. Profesor Bledi tha pak më parë që është përdorur, pra tregoi për metodën, po ndërkohë profesor, për gjithë ata që mund të jenë pak skeptik në rezultatet e analizave, çfarë mund të themi, laboratori është në parametra, në standarde të mira? Po, laboratori është standarde shumë të mira, sidomos në përcaktimin e forësisë ujit, forësisë kalcike, magneziane, pH-it të ujit, përmbajtjes amoniakut, nitriteve, pra. Ajo që duhet përsëritur është vetëm për ngarkesat mikrobiale, që është e nevojshme. Që duhet bëhet vazhdimisht. Kjo do thotë që ju i keni rekomanduar bashkive që të bashkëpunojnë me këtë laborator, sepse është në standarde, pra ata ndoshta vetë mund sjellin kampion? Jo, këtë do ta bëjnë specialist. Këtë do ta bëjnë specialist, si në marrjen e kampionëve, si në përcjelljen e tyre në laborator e kështu me radhë. Po e fundit është që në Fakultetin e Shkencave Natyrore dhe Humane është hapur një laborator i ri, tashmë shkencor, i fjalës fundit, dhe me një teknologji të përparuar, kështu që mundësia për të bërë studime të mëtejshme, në rastin konkret të burimeve ujore, është shumë më e madhe dhe për të treguar dhe saktësinë akoma dhe më të madhe. Duhet kemi një gjë parasysh, në kërkime shkencore nuk mund të flasim me një kompetencë absolute. Patjetër ka marrë gabimi, patjetër ka edhe situata dhe për shkak të rrethanave, të ekspeditave, të terrenit, të mundësive kështu me radhë, të cilat mund të ketë edhe një marrë gabimi. Prandaj profesor Blendi tha që duhen bërë në mënyrë periodike, të vazhdueshme, të monitorohen, madje ne në rekomandimet tona kemi propozuar të ngrihet dhe një observator brenda Universitetit të Koshës, ku
kapacitetet dhe logjistika e laboratorëve, bërë bashkë me burimet njerëzore dhe kapacitetet pedagogjike dhe kërkuesi shkencor, të mund të mbajnë në monitorim jo vetëm këto burime që ne kemi marrë në studim, por çdo burim tjetër i cili besoj që ka vlera për tu studiuar dhe për të qenë në kontroll dhe tani unë fjalën do t'ja lej profesor Bledi sepse do ndihem në këto momente pikërisht disa grafik, pra një grup fotosh që tregon në fakt grafikët e forcisë ujit, janë tabela ilustruese që do t'i përsëritem në këto momente, pra është bërë një studim i detajuar. Po një nga elementet që ne përcaktuam me rrugë laboratorike ishte forcia e ujit. Po ky është vetëm një nga, sepse janë shumë elemente. Shumë elemente. Janë gati 500 analiza, të cilat tregojnë përmbajtjen dhe forcinë e ujit, duke bërë dhe krahasimin e përmbajtjes kriprave të kalciumit dhe të magneziumit. Për të gjitha është e rëndësishme ky forcia e ujit, se kemi përmendur disa herë profesor. Është një nga elementet që ndikon direkt në organizëm, gjatë konsumimit të ujit. Forcia nuk duhet të kalojë mbi 20 gradë gjermane, duhet jetë më pak. Dhe në përgjithësi ujërat kishin forci shumë të mirë, me përjashtime të veçanta sipas grafikëve. Përmbajtja e tyre me kalcium dhe magnezium janë dy elementë shumë të rëndësishëm për proceset jetësore të organizmit, që ndikojnë direkt në organizëm. Pas tyre kërkimeve dhe analizave, mendon që është e nevojshme që në burimet veçanta të vendosen edhe tabela në shqip edhe në anglisht dhe për gjithë ata turistë që në mënyrë të shkujdesur shkojnë edhe konsumojnë ujë? Kjo është më se nevojshme. Është më se nevojshme sepse nuk besoj se ka një kosto të madhe kjo. Absolutisht jo. Në të gjitha burimet që ne morëm kampionet të ujit, mire është që të vendosen tabela orientuese në lidhje me elementet kryesorë që përmban uji, sepse që të plotësohet kuadri i ekzaminimit laboratorik të një moste, një kampioni ujë, duhen 2 laborator, biokimik dhe mikrobiologjik. Duhet kemi parasysh që kemi njerëz të cilët mund të kenë edhe probleme shëndetësore, kështu që për këtë arsye është shumë e nevojshme që të dihen edhe këto. Se një burim që ka përmbajtje të lartë të kalciumit rrezikon formimin e gurëve në veshka. E kundërta është nëse burimi ka përmbajtje të magneziumit, që është shumë mirë për shembull dhe bën mirë për organizmin. Interesant. Ndërkohë që gjatë gjithë kohës folëm edhe për prezantimin e këtyre rezultateve në 5 bashki të qarkut. Si u pritën në përgjithësi rezultatet? Shumë mirë dhe unë do të thosha edhe do t'i referuar edhe vetë Universiteti Fanolit, duhet shkojmë sa më shumë në terren, duhet shkojmë sa më shumë pranë komuniteteve, duhet të jemi më të dukshëm, ato që kemi kërkuar, që kemi zbuluar, t'ja u themi banorëve, sepse vetë universiteti është një qendër kërkimore që duhet i shërbejë në radhë para rajonit, duhet i shërbejë njërë vetes ku ndodhet. Duhet ketë një bashkëpunim më të ngushtë. Më të ngushtë, më intensiv dhe gjithmonë ja kanë thënë institucioneve duhet ta shohin universitetin si një pikë reference për t'u informuar, për të marrë ose për nevojat që ata mund të kenë, qoftë për specialistë apo për formimin e specialistëve, qoftë edhe për të bërë studime të caktuara, të cilat ata nuk mund të kenë kapacitetet ose mundësitë si institucione, po mund të kenë për shembull burime financiare dhe mund t'i thonë ta vënë në dispozicion të universitetit dhe universiteti ka burimet. Mund të propozojnë edhe projekte konkrete. Pa diskutim, kudo në universitetet e botës. Profesor Flet, le të ndjekim disa foto nga prezantimi në Bashkinë e Malishit, sepse aty kemi, në fakt, ju keni konstatuar një biodiversitet të pasur edhe ka pasur një interes goxha të madh, bimësi alpine. Çfarë duhet kuptojmë ne me bimësi alpine, profesor? Që rriten lartësitë mbi 1600-1700 metra. Dhe kjo është një favor për Bashkinë e Malishit, besoj. Pa diskutim, dhe ky është edhe një promovim shumë i mirë. Edhe diçka tjetër, që nuk arrim ta theksojmë gjatë bisedës, projekti parashikonte jo vetëm të dhënat shkencore, por edhe lobim, edhe ndërgjegjësim në këtë pjesë. Dhe në fund të çdo takimi ne krijuam një komitet lokal vendor këshillues. Që ky komitet në mënyrë vullnetare të mundet të këshillonte, të orientonte, të sugjeronte vendimarrësit për sa i përket këtyre burimeve ujore, përderisa janë ngritën këto. Po patjetër, referuar mësuesve për shkak që mund të ishin referuar neve vetë si specialist dhe studiues të këtij projekti. Qytetarë të cilët kërkonin të ishin të angazhuar, të cilët i jepin sugjerimet e tyre, referencat e tyre. Si janë dhe më afër natyrës. Po, janë edhe qytetarë të cilët janë të ndjeshëm. Për shembull në prezantimin që bën në Bashkinë e Pogradecit, një mësues i zonës u ngrit dhe fliste jo vetëm me pasion, po i kishte edhe sugjerime konkrete për sa i përket atë dhe ishte shumë i interesuar për të marrë sa më shumë informacion dhe për të qenë pjesë e grupit dhe për të qenë në komunikim të vazhdueshëm për sa i përket, sepse u vure që
nuk kanë pasur studime të mëpashme. Kjo unë do ta quaj vlerën e këtij studimi, domethënë studime të mëpashme dhe ky është studimi i parë që është bërë, është krijuar një themel për këtë pjesë. Me përjashtim të burimeve të Sarandopore që kishte referenca bibliografike, tek burimet e tjera pothuajse nuk kishte. Të tjera foto do të na çojnë tani në Bashkinë e Kolonjës, edhe aty keni bërë prezantimin e rezultateve, këtu janë një mori burimesh që ju i keni konstatuar me emra konkret. Po. Shumë interesant, burimi kaçakëve. Të gjitha janë toponime. Janë toponime që janë sugjeruar nga Ujrat e Grykës së Virkës, ligjat e Postenanit. Po, kjo është një rekomandim. Kroj dë Borës, Kroj Arapit, 5 lumenj që rrjedhin nga Gramozi, izvori Vodicës, kishte pafund që mund të çojnë një studim të mirëfill gjuhësor shumë interesante Kolonja, shumë e pasur. Dhe të gjithë këto janë rekomandime nga komuniteti. Unë vetë nuk jam kolonjar, nuk kam jetuar në këtë zonë, po kësorët nxorën në pat të gjitha këto burime të cilët ne u orientuam tek burimet e marrë Sarandopore liçeni Gramozit, mirë po nga ky studim arritëm të vilnim të nxjerrim edhe shumë burime të tjera, dhe sidomos për burimet e Postenanit kishte një jo vetëm sugjerim, po kërkesë reale nga banorët që thoshin duhet të bësh studime, nuk ka asnjë lloj informacioni. Janë burime që dalin formavulli, por nuk kemi asnjë informacion. Është mirë që të bëni studime. Profesor, arritëm të marrim analizat e këto burimet e Postenanit apo nuk keni arritur të shkoni? Jo, arritëm në të gjitha. Ndoshta në një fazë tjetër do jetë interesante, Po, është. Ne mendojmë që para se të shkojmë në fazën e fundit të projektit, siç është botimi dhe konferenca përmbyllëse e këtij projekti. Jo, të bëjmë edhe disa studime të tjera, disa kampionte të tjera për të qenë disi më të sigurt. Për sa i përket burimeve të Postenanit ose burimeve të tjera që na janë sugjeruar, ne do ta vendosim si rekomandime që ndoshta në një projekt të mëvonshëm të bëhen studime të mirëfillta. Dhe pse jo, të jetë edhe për kolegët e tjerë, jo vetëm të Universitetit të Koshës, por edhe kolegët e tjerë të cilët janë të interesuar në këtë fushë të mundet të bëjnë studime në. Profesor Soila, besoj kjo shumë shpejt do të kesh bashkëpunim edhe me fakultetin e gjuhësisë. Jam e bindur e filologjisë, për sa i përket numrit të madh të toponimeve që ke pasur mundësi të gjesh. Të gjitha kanë dalë nga anketat. Të gjitha kanë dalë nga anketat dhe kjo është vërtet ashtu si thoni ju, është vërtet një vlerë që ne duhet t'i kushtojmë vëmendjen e duhur. Bashkëpunimet në departamentet e fakulteteve të tjera dhe ndoshta do të jetë bashkëpunim i radhës me departamentin e gjuhëletërsisë. Vërtet, është shumë interesante. Do shkojmë në një grup tjetër fotosh, do shkojmë në Bashkinë e Pogradecit dhe aty është bërë prezantimi i rezultateve. Pika më kritike e Pogradecit, Vëllamara apo jo? Liçenet e Lukovës. Liçenet e Lukovës. E Lukovës janë në zonën e Mokrës, aty u ndalën më shumë, sepse janë të pastudiuara. Aty ndoshta ishte pika më e dobët? Jo, nuk ishte pika më e dobët, ishte risia. Ishte risia e këtij projekti, sepse siç e thash edhe në takimin të flasësh për liçenin e Pogradecit, burimet e Drilonit njihen që në kohën, por liçenet e Lukovës ishin pak të njohura. Dhe aty ishte vërtet një auditor me specialist, me mësues, qytetar, specialistë të fushave, drejtues të institucione që vërtet treguan për kushtim dhe interes në këtë takim. Dhe ne specifikisht ndaluam në të gjitha këto bashki për të prezantuar rezultatet për burimet ujore të cilat këta e kishin në administrim si bashki. Dhe aty vërtet u tregua interes sepse jo vetëm nga institucionet, por edhe nga qytetarë kërkoheshe informacion më tepër, këto të dhëna mi dërgoni, sapo ju thoshim që do botohet dhe ta keni një botim, jam shumë kureshtar mezi po pres të shoh rezultatet përfundimtare dhe kishte një interes. Dhe e bukur ishte që si të thuash bëhen bashkë shumë komponent, bëhet bashkë universiteti, institucionet, qytetarët, mësuesit, nxënësit dhe krijon dhe merr më tepër informacion. Dhe ndonjëherë kur bisedonim me mësuesit që të ftonin nxënësit e tyre, i thoshin që jo kanë mësime. Dhe kjo një orë mësimi i për ta dhe ndoshta është do t'ju vlen ndoshta edhe më tepër se sa një orë mësimi. Pak më praktik, ndoshta ata kuptojnë një fazë tjetër se gjithmonë për kjo pjesa e burokracisë, po që diçka të re për herë të parë gjithmonë janë skeptik. Të tjera foto do të na çojnë në Bashkinë e Devollit, por në Bashkinë e Devollit cilat kanë qenë rekomandimet nga ana juaj përveç atyre ndotjeve që kanë prekur duket lumin e Devollit? Po pak a shumë ne i prekëm përse përket prespës së vogël dhe burimit të Devollit, por aty patëm një reagim, siç e tha edhe profesori Soila, nga mësuesit. Të cilët e vinin theksin tek pjesa e të rinjve.
besoj Justina e tha, studentja e tha që të rinjt ishin më pak të informuar, kurse më të moshuarit ishin më tepër interes dhe ishin më të informuar. Dhe mësuesit aty kishin një shqetësim, duhen marrë nxënësit dhe të rinjt dhe duhen çuar në këto atraksione që ne kemi, për t'i njohur, për t'i ditur, sepse nuk i njohin. Dhe për këtë kërkohet patjetër edhe një plan veprimi për sa i përket aspektit financiar dhe vendosje në kurrikulat e shkollës, që të bëhen ekspeditat mirëfillta, qoftë edhe si formën e ekskursioneve, po qoftë edhe ekspeditave didaktike dhe shkencore, që këta nxënës të shkojnë dhe ti shohin. Kjo do të ishte për mua një nga rekomandimet më të mira, duke patur parasysh që një pjesë e mirë e ekskursioneve në shkollat nëntëvjeçare dhe të mesme janë frenuar në vitet e fundit. Është shumë e rëndësishme që fëmijët ta prekin natyrën nga afër. Kjo është shumë e rëndësishme dhe ndoshta do të jetë një rekomandim i duhur. Pastaj rekomandim për presmën e vogël pak a shumë e tham, rekomandimin për të shpallur monument natyre burimin e devollit dhe për të vënë një tabelë informuese për përmbajtjen e ujit, se jo të rrethohet si pozicion për të mos ndërhyrë tek të tjerë, pra ta shikojnë në distancë, sepse kjo është presupozohet. Dhe e bukur e burimit do devollit është se ai lind në rrënjët e një ahu, pemë ahu. Dhe duhet futesh brenda që të marrësh minim kampionin e ujit, dhe është diku në lartësinë 1500-1600 metra mbi nivelin e detit. Ju ne ndikim fotot e tjera prezantimin që keni bërë në mjediset në një prej mjediset e bibliotekës, edhe këtu ka pasur një interes në Korçë. Në Korçë besoj ka qenë finalizimi i gjithë? Po, në Korçë u bë prezantimi i burimit të Osumit dhe prespës së madhe. Në këtu janë të ftuar edhe përfaqësues nga Bashkia e Pustecit. Cilat kanë qenë pyetjet më tipike të të ftuarve në këto takime? Po ka pasur pyetje të tipit sa i besueshëm është laboratori, çfarë duhet të bëjmë më tepër, si mund të angazhohen ndoshta qytetarët? Domethënë çfarë duhet të bëjmë më tepër institucionet? Nga ana tjetër kemi hasur dhe befasi, domethënë që pas kemi këto vlera dhe nuk e dim. Për shembull, ka pasur nga Bashkia e Pogradecit, nga një punonjës i Bashkisë së Pogradecit, më kërkuar informacione detajuar për liçenet e Lukovës, sepse do ta prezantonte në panarinë e turizmit në Francë, në Paris. Pra fillon dhe i shtohet një paketë turistike, i shtohet informacioni, dhe kjo kur i referohet një studim dhe një projekt i kërkimor shkencor që bëhet nga universiteti, kjo patjetër bëhet edhe më të besueshme. Ju sapo më thatë që kemi posur. Në vazhdim të kësaj që thatë ju, interesi i shtuar i atyre që ftoheshin her pas here në takimet që ne bënim dhe në publikimin e rezultateve që kishim arritur dhe në atë moment ka qenë edhe cilat kanë qenë planet strategjike të qeverisjes lokale për njohjen, për mbrojtjen, për hartimin e një plani veprimi. Dhe kjo ishte vazhdimisht dhe vinte në kuadër të trajtimit të aspekteve ligjore se si këto burime kishin apo jo vëmendjen e duhur. Kështu që ne vëmë re që në disa prej bashkive kishte njerëz të interesuar në mënyrë të drejtë për drejtë dhe ja adresonin problematikën që ne mund të kishim evidentuar edhe mënyrë se si menaxhohen nga qeverisja lokale. Për shembull, mund të themi që për periudhën në pjesën e fshatit të Viskuqit, po mos gabohem, nuk kemi një menaxhim nga bashkia në lidhje me ujin. Pra aty ka problematika sepse mënyra se si është ndërtuar mirëmbajtja e ujit të pishëm është vetëm nga banorët. Pra aty nuk ka ndërhyrë bashkia për të bërë mbajtjen e ujit të pishëm siç është në gjithë zonën e Bashkisë së Korçës. Dhe kjo po shkaktonte tashmë problematika sepse tubacionet ishin shumë të vjetra. Dhe problematikat e ujit duhet ndërhyrje. Ju thatë që faza tjetër do t'jenë patjetër botimet që do t'kenë mundësi të njihen të gjithë. Profesor Bledi, si do të bëhen sqarimet për sa i përket analizave, se kjo është ndoshta pak e vështirë për komunitetin për të kuptuar. Besoj do t'jenë detajet që edhe ata t'jenë më të qartë? Do t'jenë të gjitha detajet në botimin dhe në materialit që ne po përgatitim. Materiali do jetë i përgatitur me grafik dhe me krahasime, duke u bazuar dhe në bibliografia, kështu që komuniteti do marrë informacionin e duhur, i cili duhet të vazhdojë pastaj më pas nga institucionet. Besoj banorët do të jenë të qartë se cilat janë burimet të cilat mund të konsumohen dhe apo jo. Në material do jenë të gjitha. Në material do të jenë të gjitha, kështu që duhet të kenë patjetër materialet në dorë. Duhet pjesa praktike që duhet çdo burim duhet
Duhet të tabelën për kacën. Kjo i takon besoj institucioneve pas. Sikur dhe një tabel mjafton ujë pishëm, do të mjaftonte. E kaq. Në vërtet. Do me dhe përveç aspektit shkencor, që nuk është mangim dot në botimi dhe në të, do tjetë edhe patjetër edhe pjesa e shpjegimit, që mundi të jetë kuptueshëm për një publik edhe më të gjerë. Tani duhet ta pyes pak Justinën, çfarë ke përfituar nga pjesëmarrja në këtë projekt? Po është mënyra se si komunikojmë me të gjithë banorët e zonës, mënyra se ja drejton pyetjen. Se ke kuptuar dhe hapat. Po, e një punë kërkimore, metodologjia që përdoret. Do t'ua rekomandoje shokëve dhe shoqeve për të përfshirë në projekte të tilla, se tha profesoresha që në fillim ka qenë pak skeptik. Po, jo rekomandoj të gjithë studentëve, është një të ndihmon dhe për çdo projekt që mund të ndërmarrësh, për çdo gjë që mund të bësh. Mirë, të urojmë suksese atëherë. Ju urojmë suksese gjithë stafit. Faleminderit. Ndoshta do të rinin pafund për të folur, se ju keni tashmë edhe një përvojë bukur e gjatë. Sa kohë zgjati? Projekti ka filluar në shtator të vitit 2024, mbaroi fazën në fund të nëntori fazën e ekspeditave, gati 3 muaj u bën ekspedita në terren. Më pas u ulëm dhe diskutuam për prezantimin e rezultateve, nga shkurti deri në prill u bë prezantimi i rezultateve. Tani jemi në fazën e jemi ulur dhe po shkruajmë të gjitha të dhënat dhe ka qenë intensive gjithë kjo. Tash është volumi informacionit është shumë i madh, tash po përpiqemi të shkruajmë dhe të orientojmë për Unë uroj që projekte të tilla të vazhdojnë, se janë në shumë interes për të gjithë, veçanërisht për fushën e turizmit. Që siç e theksova është një nga prioritetet e qeverisë shqiptare dhe ju keni dhënë një ndihmë shumë të madhe me këtë punë, me këto rekomandime. Ju uroj shumë sukses në fazën tjetër edhe uroj që projekte të tilla të ketë në vazhdimsi, se është gjithmonë në ndihmë të gjithëve, veçanërisht një kuriozitet shumë i madh për teleshikuesit që besoj fotot vetëm sa kanë ngrishur pak kuriozitetin e tyre për të vizituar këto zona. Shumë suksese profesor. Faleminderit, suksese edhe ju. Faleminderit profesor Suela. Urojmë vërtet që të ketë bashkëpunime suksesshme me komunitetin, po dhe me studentët që i keni angazhuar. Profesor Bledi, urojmë suksese. Faleminderit. Ishte shumë kënaqësi për mua që të flisnim gjëre gjatë në një puntat që ka ecur me ritme të shpejta për një projekt shumë interesant që ka bërë bashkë Universitetin Fanoli të Korçës, 6 bashkitë e qarkut të Korçës, komunitetet e këtyre bashkive dhe pa diskutim që ka bërë bashkë edhe shoqërinë civile e cila ka qenë për krah këtij projekti, burimet ujore në rajonin e Korçës, vlerat mjedisore, turistike dhe shëndetësore. Një punë e vërtet kërkimore shkencore në dobitë të gjithëve. Ju falenderoj që edhe sot qëndruat me ne në pak nga të gjitha, bashkë do të rishemi te internetshme. Natën e mirë.